Tiparet dhe karakteri i personave të lindur në datën 22 gusht. Çdo person ka hartën e vet astrologjike dhe veçantitë e tij, por ka disa tipare të përbashkëta për personat që kanë lindur në këtë ditë. Personat e lindur në datën 22 gusht i përkasin shenjës së luanit. Ato janë tepër të pjekur dhe kanë një forcë udhëheqëse tamam si luani. Arrin të bindin me fjalë dhe janë tepër këmbëngulës në çfarë dëshirojnë të arrijnë. Mund të duken ndonjëherë të palëkundur, megjithatë, brapa kësaj force ka dhe një anë sekrete, të cilët ju nuk e dini. Ato dinë të tolerojnë dhe të pranojnë situatat, veçanërisht kur dikush arrin të urrëmbej vëmendjen për një kohë të gjatë. Janë persona magnetik për të tjerët, energjik dhe janë të sinqertë. Të tjerët i zgjedhin këta në mënyrë intuitive. Kontrolli për ta nuk është dëshirë, por nevojë për të ecur përpara pa pengesa. Ato kanë dhe anë pozitive dhe anë negative. Anët pozitive janë për shembull kanë shumë besim tek vetja, janë dinamik, janë të ndershëm. Si komunikues, ato nuk kërkojnë thjesht të kesh miq, por një prani që të ngjall respekt. Si shenja luanit janë emocionalisht të fortë dhe janë krijues. Janë shoqërues, bëjnë shumë për shoqërinë dhe kanë një sens humori. Mirëkuptimin dhe ngrohtësinë e tyre e ndjejnë të gjithë ato që janë pranë. Por kanë dhe anët negative, të cilat janë këto. Ato janë tipa që kërkojnë të kenë gjithmonë të drejtë. Por ndonjëherë e drejta është relative. Ndonjëherë shfaqen pak kontrollues ndaj të tjerëve dhe kërkojnë që ato të jenë uni, lideri, qendra botës. Sigurisht e egzagjerojnë pak me këtë dramaticitet, por në përgjithësi sfidat e jetës i mësojnë ato të bashkëpunojnë me të tjerët. Në dashuri, të lindurit e datës 22 gusht kanë shumë pasion, janë sensual dhe elegant në marrëdhënie. Ato preferojnë të investojnë kohë dhe energji derisa ta njohin një person. I pëlqen personat që të jenë aventurier, të kenë energji dhe ambicie të mëdha, pasi këto janë karakteristikat e tyre. Në këtë mënyrë ato ecin në të njëjtin hap me partnerin. Zemra e tyre fitohet duke gjetur ekuilibrin dhe duke festuar arritjet e tyre, por dhe duke ditur t'i qetësosh kur ndonjëherë bëhen tepër impulsiv dhe kjo mund të paraqisë pak rrezik. Ato janë mësuar ta jetojnë jetën me intensitet, dashurojnë pa rezerva dhe ndonjëherë kjo i çon drejt zhgënjimeve. Shumë prej tyre dashurojnë në moshë të re dhe kalojnë përvoja të shumta, por në momentin që gjejnë personin e zemrës të duhur, shndërrohen në partner të durueshëm dhe të besueshëm dhe i përkushtojnë lidhjes në çift. Këto persona shkojnë shumë mirë me shenjat e zjarrit, dashin dhe shigjetarin, ndërsa partnerin vizionar e gjejnë tek ujori. Përputhshmërinë më të ulët e kanë me shenjën e gaforres. Personat e datës 22 gusht janë këmbëngulës. Ato kërkojnë që t'i dalë e vetja. Ndonjëherë kjo është mirë kur kërkojnë të arrijnë synimet që i kanë vënë vetes, sepse i ndihmon që të jenë të suksesshëm në jetë. Por kur kjo këmbëngulje i merr frymën personave të tjerë, bëhet pak e bezdisshme. Një tjetër karakteristike e tyre është se kanë vetbesim dhe e vendosin veten gjithmonë në qendër të vëmendjes. Në këtë mënyrë miqt dalin pak në hije. Kështu që kjo është arsye që këto persona funksionojnë mirë në miqësi
me një person të vetëm, ku egoja e tij nuk është pengesë për to. Femrat që kanë lindur në këtë ditë janë të drejtpërdrejta dhe glamuroze, ndërsa burrat janë simpatik dhe kanë një ecje plot hir dhe vetbesim. Personat e kësaj shenje shpesh janë dinamik dhe ndonjëherë nxitohen në marrjen e vendimeve. Megjithatë, ato i japin gjallëri mjedisit ku jetojnë. Sa i përket dhuratave që ato preferojnë, mund të jetë gjëra si aksesor dhe objekte shkëlqyese për dekorimin e shtëpisë, ose objekte të personalizuara me emrin apo datën e lindjes së tyre, pasi atyre i pëlqen të jenë në qendër të vëmendjes. Personat e datës 22 gusht, pavarësisht natyrës së tyre të fortë, mund të mos e shfaqin hapur se sa të ndjeshëm dhe emotiv janë. Prandaj, kur zgjidhni dhuratën, lëreni veten të udhëhiqet nga emocionet pozitive dhe dashuria që ushqeni për ta.